Tingujt e orës së murit ishin të vetmi që thyenin heshtjen e dhomës. Ishte një orë vjetër me lavjerës prej Bronxhi, që dikur i përkiste gruas së tij. Tani, ajo matej me të, me ritmin e ngadalt dhe të qëndrueshëm të një jete që kishte parë gjithçka. Plaku u ul në kolltukun e tij prej lëkure, një kolltuk i madh që e mbante si një përqafim i njohur. Lëkura e tij, e rrudhur si harta e një toke të largët, prekte butësisht krahët e kolltukut. Gishtat e tij, nyjet e të cilëve ishan të fryrë nga mosha dhe puna, gjetën butonin e vjetër të radios. Një val e lehtë vibrimi, pastaj zëri një këngë të vjetër, të zbehtë, si nga një tjetër epokë, mbushi dhomën. Në prag të derës, ajo qëndronte e pavendosur. E veshur me një fustan të thjeshtë, ngjyrë qeli pranverës, vajza mbante në duar një pjatë me rushë të këputur sapo nga kopshti. Ishte e bija e mbesës së tij, një vajzë që ai e kishte parë të rritej si një lule e egër, e fortë dhe e bukur. Sytë e saj, dy liçene të thellë, shikuan drejt tij dhe një buzëqeshje e vogël, mezi e dukshme, lulëzoi në fytyrën e saj. "Gjysh", i tha me zë të mbytur, "të solla disa rush, të pëlqejnë." Plaku e ngriti kokën ngadalë. Për një çast, shikimi i tij i turbullt u përqendrua. E pa atë të qëndronte aty, një përzierje drite dhe hieshie dhe një dhimbje e ëmbël, e lashtë, i përshkoi gjoksin. Nuk ishte dhimbje nga mosha, por diçka tjetër. Një kujtim i një dite tjetër, një dite vere shumë kohë më parë, kur edhe ai kishte qenë i ri dhe një vajzë me një fustan të bardhë i kishte sjellë rush. "Eja, ulu pranë meje", e ftoi ai, duke lëvizur dorën në një gjest të ngadalt. Ajo hyri në dhomë dhe aroma e saj, një përzierje barishtash dhe ajri të pastër, mbushi hapësirën rreth tij. U ul në një stol të ulët pranë kolltukut, aq afër sa gjuri i saj preku pothuajse këmbën e tij. Heshtja u kthye, por kësaj radhe nuk ishte e zbrazët. Ishte një heshtje e mbushur me pritje. Plaku mori një kokër rush dhe e vështroi. Drita e pasdites, që depërtonte përmes perdesë së dendur, luante mbi sipërfaqen e tij të tejdukshme. Ishte si një gur i çmuar, i gjelbër dhe i artë. E shtypi butësisht mes gishtave dhe lëngu, i ëmbël dhe i freskët, i rrjedhi mbi lëkurën e tij të thatë. E ngriti dorën pranë buzëve dhe shijoi. Ajo e vështronte. Çdo lëvizje e tij ishte si një rrëfim. Mënyra si e mbante kokrën, butësia me të cilën e shtypte, ishte një intimitet i heshtur, një gjuhë që ajo nuk e fliste, por që e kuptonte në thellësi të shpirtit. Një nxehtësi e çuditshme i ngjiti në faqe. Ndihej sikur po shikonte një ceremoni, një ritual të shenjtë që nuk ishte menduar për sy të tjerë. "Rush të mirë", murmuriti Plaku. Zëri i tij ishte i rasur, si guralec që përplase në breg. Sikur isha djalë, në atë fshat, në atë verë të largët. Sytë e tij u mbyllën për një moment dhe ajo, pas e si një dridhje e lehtë, kaloi mbi fytyrën e tij. Kur i hapi përsëri, ishin më të qarta, më të gjalla. E shikoi atë, por jo si Plaka që ishte. E shikoi si një burr që sheh për herë të parë një vajzë. "A e di", i tha ai, dhe zëri i tij tani kishte një ton tjetër, më të ngrohtë, pothuajse të rinor. "Se çdo gjë ka kohën e saj?" Lulet hapen në pranverë, por fruti piqet në vjesht. Dhe ka fruta që nuk janë për t'u ngrënë, por për t'u parë, për t'u dashuruar. Ai zgjati dorën e tij të plakur dhe e vendosi mbi dorën e saj. Prekja ishte e lehtë sa një pend. Lëkura e tij, e thatë dhe e nxehtë, kundrejt lëkurës së saj, të lëmuar dhe të freskët. Ajo nuk e tërhoqi dorën, përkundrazi, ndjeu një impuls për ta mbajtur atë dorë aty, për të ndjerë peshën e viteve, nxehtësinë e një jete të gjatë që po i afrohej perëndimit. "Unë kam parë lulet të hapen", vazhdoi ai, duke e ledhatuar butësisht dorën e saj me gishtin e madh. "Dhe kam parë fruta të bien nga kopshti, por..." Ai u ndal dhe e ngriti shikimin për ta takuar.
Sytë e tij të zbehtë ishin si dy yje në muzg. Por nuk kam parë kur diçka kaq të bukur sa një vajzë që më sjell rush në prag të vjeshtës së jetës sime. Ajo ndjeu se zemra i rikte me shpejtësi, por jo nga frika. Ishte një ritëm tjetër, një val që vinte nga thellësia e saj dhe që nuk e kishte ndjerë kur më parë. Nuk ishte dashuri, të paktën jo dashuria që ajo e kuptonte. Ishte diçka më primitive, më e ndërlikuar. Ishte hapja e një dere të mbyllur prej kohësh, një kureshtje shenjtë për një botë që ajo nuk e njihte. Plaku e lëshoi dorën e saj dhe u ngrit me vështirësi. Ajo u ngrit menjëherë për ta ndihmuar, por ai e pengoi me një lëvizje të dorës. Ai eci ngadalë drejt dritares, duke lënë pas një gjunë të padukshme pasioni. Drita tani ishte më e artë, më e trash. E preku xhamin me pëllëmbën e tij, sikur të Ajo që të tregoj tani vajzë, tha ai pa u kthyer, nuk është për sytë të tjerëve, as për veshët e të tjerëve. Është diçka që e kam ruajtur për një kohë të gjatë, si një far të thatë, duke pritur tokën e duhur. Ai u kthye ngadalë. Në dorë mbante një album të vjetër me kopertinë prej kadifeje të kuqe të zbehur nga koha. E vendosi mbi tryez dhe e hapi. Faqet ishin të verdha me fotografi të zbehta. Ajo u afrua duke ndjerë një shetësim të ëmbël. Ishte vera e 54, filloi ai duke treguar një foto të një gruaje të re me një fustan të bardhë duke qeshur në një pemë mole. Kjo ishte Elena, gruaja ime. E vështroi foton për një kohë të gjatë. Kur e pash për herë të parë, isha po aq i hutuar sa je ti tani. Por unë kisha një gjë që ti nuk e ke. Kohën. Koha më mësoi se çdo prekje ka një gjuhë, çdo vështrim një premtim. Ajo nuk dinte çfarë të thoshte. Fjalët i kishin ngelur në fyt, por trupi i saj po fliste. Gishtat e saj, të cilët fillimisht kishin qenë të ngurtë, u çliruan dhe filluan të eksploronin. Ata ndoqën vijat e duarve të tij, malet dhe lugjinat e jetës së tij. Ndjeu një lloj droje të shenjtë, një frikë që nuk ishte nga ai, por nga ajo që po zbulonte brenda vetes. Nën majat e gishtave të saj, ai nuk ishte më plaku te 18 vjeçar. Ishte një burr, një qenie njerëzore në esencën e tij më të pambulluar. Plaku mbëli syt. Ai e ndjente atë, të re, të pastër dhe të friksuar. Nuk ishte fizike ajo që ai po kërkonte, ishte diçka tjetër. Ishte transmetimi. Dëshira e tij e fundit për të lënë pas një gjurmë, për të mësuar një shpirt të ri se çfarë do të thoshte të ishe i gjallë, të ndjesh, të vuash dhe të duash. Ai hapi syt dhe pa lot në sytë e saj. Lot të qetë që rridhnin pa e ditur pse. Mos ki frikë, i tha ai duke i fshirë lotin me gishtin e tij të thatë. Kjo nuk është dhimbje, kjo është jeta. Jeta që po të jap, që ta mbash me vete. Ajo nuk e kuptoi plotësisht, por u ndje më e lehtë. Ndjeu se një bar që nuk e dinte se e mbante, ishte zhdukur. Ai nuk e kishte marrë asgjë nga ajo, përkundrazi, e kishte mbushur me diçka. E kishte ngarkuar me një mister, me një përgjegjësi. Dhe në atë çast, duke e parë atë të udhur përsëri në koltukun e tij, duke u dukur më i lodhur se kur, ajo e kuptoi. Ai nuk po kërkonte trupin e saj. Ai po kërkonte të linte në të një gjurmë të shpirtit të tij. Një puthje që nuk ishte dhëmë kur, por që ishte ndjerë në thellësi. Plaku e shikoi për herë të fundit. Në sytë e tij tani kishte një paqe të madhe, një plotësim. Kishte arritur të hapte derën për të parën dhe të vetmen herë. Dhe ajo, duke e parë atë, e dinte se dera e saj, që kishte qenë e mbyllur për aq kohë, tani ishte pak e hapur. Dhe ajo e kishte hapur një plak 88 vjeçar me një këngë të vjetër në radio dhe një kokër rush në dorë.